Një grabitje e tokave me ligjin 7501 është nga dy forcat politike. Gjyqtarët duhet të kenë shumë kujdes, se prona është e shenjtë. Mund ka dëmtuar shteti. Nuk ka gjyq mbi Astrid Kalana, i ka gjyq mbi drejtsinë, ka vrarë korrupsionin. E ka pas jepja. A është e zonë, le kujdo e ku dushur. Ky person ka zëvendësu Avni Rustemin. Qa mendimi ke për rastin që ndodhet te gjykata e apelit Tiranë, vrasjen e gjyqtarit? Kjo është pyetje në depresa. Pasi ai ka bërë një vrasje, në zgjenje ka qenë psiqike di vetaj, por nëse ka qenë i grabitur dhe i zhgënjur, se di si ta gjykoj tani atë. Kush e vrau gjyqtarin? Sistemi, drejtësia apo ai personi? Nuk është vrarë, nuk ka gjyq mbi gjyqtar, mbi Astrid Kalana, i ka gjyq mbi drejtsinë. Ka vrarë korrupsionin. A ka korrupsion këtu tani? Po normal që ka korrupsion. Kjo pyetje s'besoj se i përgjigjet kush tjetër se përveç se ndryshe, vetëm se korrupsion ka. Keni rast konkret? Kam 10 vjet që kam bërë një gjyq për pronat. Edhe ti për pronat? Po. Kam pas në rastin e Kavajs, nuk i kam pronat e mia, kanë të bashkëshortes. Por i kam ndjekur dhe e gjithë prona ekziston me letra që në kohën e Zokut. Pronar para 1946, me dokumentacione të rregulla, i është dhënë nga ligji 7501, një personi që ka ardhur nga Berati dhe ka zonë në tokë aty. Ka blerë një shtëpi, ajo shtëpi mund ta gëzonte, por sipërfaqen e tokës nuk mund ta merrte sepse në momentin kur doli ligji 7501, nuk përfitonte as me ligjin 7501 nuk përfitonte. Ai personi. Sepse kishte lejen e banimit në Berat që ishte trajtuar me tokë atje. I kam dokumente fakte. Nuk ishte në këtë fshat pasi solli me 6 shtator lejen e banimit në Kavaj, nga Berati në Kavaj, e ka në qerretin e Kavajës, jo në Karpën ku ndar toka. Dhe ishin të ndarë atëherë sepse nuk i përfaqësonte komuna e Kolemit, ishin kooperativ, po ishin të ndarë qerreti, Karpi, Synej, këto ishin Bagoj, këto janë zona të ndara. Dhe ai nuk ishte pjesëtar, domethënë me letra në certifikatin e pronësisë ekzistonte personi që i kishte shit shtëpinë. Me 300 metra tokë ishte ligji atëherë, u blete shtëpia, pas një dokument zyrtar, thjesht një gjë që nuk ja mohon njeri, e ka bler shtëpi, por me trajtim me tokën ishte kundërshtim me ligjin nga Komisioni 7501. Mirë, po si ka mundësi ky ligj tani trajtoj pjesën trull e do ta jepshin në përdorim. Më vonë Sali Berisha e ktheu në ligjin e trajtimit ligjin 7501. Ndryshoi ligjin më vonë. Një grabitje e tokave me ligjin 7501 është nga dy forcat politike, edhe nga PD-ja, edhe nga PS-ja. E kanë miratuar bashkë, e kanë zbatuar bashkë. Dhe nuk ka pse fshehet mas gishtit Sali Berisha. Gjyqtarët në kohën kur Berisha ishte president ka emëruar gjyqtar nga vajtë, ato gjyqtarë janë me emra, nuk po i bëjmë publike, kanë kaluar, janë mbyllur dhe unë nuk mund të shkoj, se po të ishin pronat e babës tim, ma do të gjyqtar mund të kisha përfunduar siç ka përfunduar ky zotëria. Se normalisht të lu gjaku ke prona kur ta merr pjesën se shqiptari e kanë traditat dhe politikën e ditë. Një minutë. Pse shqiptari filon ku shkon? Mos ma ndërprit se këtë do t'jap. Shqiptari e ka pas herët dhe vonë dhe unë besoj se e ka çdo njeri, po sidomos shqiptari, po i preke pronën 1 dhe deri 2. Aty po kujdes se po nuk i ule bisedat me ta. Nuk arritet në një marrëveshje që të zgjidhet problemi drejt. Këtu gjyqtarët duhet të kenë shumë kujdes, se prona është e shenjtë. Dhe gjyqtarët nuk kanë pse mundohen me u pasuru duke përdor lloj pikash që ka ligji, e ke parasysh. Kapu ke thelbi, kapu ke baza. E kujt është prona, si është zonë, pse ja ke dhënë, si e merr ti pronën time dhe e tjetrit. Kjo është e rëndë. Ne jemi pak. Personalisht ti me familjen atje nuk e gjë. Ti ke me shtetin. Dëgjoj, unë kam me shtetin, se mund ka dëmtuar shteti. E kupton? Personi është në punë vetë, s'kam punë me personin. Ata edhe i ka thënë, po ta dha ligji, po e fitove, ta gëzosh. Ma ka thënë ta. Megjithëse ai ka humbur jetën, ka fatkeqësi. Pas bë për rahmet, por ka lanë të tjerë mrapa, kështu që nuk kam gjë me atë unë. Problemi se unë një herë jo, bashkëshortja sepse unë nuk e kam, unë thash, pronat e babës timi ka morë gjitha, s'ka njëri që i prek ato. Ato diskutohen. Je zënë për gjykata?
Me pronët e babës? Jo, i kemi da vetë, s'kemi pyet në për ligjin 7000. S'keni shku. Kemi zbatuar edhe ligjin 7501, kemi zbatuar edhe ligjin 7501 edhe tokën e babës e ka marrë gjithkush me fjalë është trajtuar me ligjin 7501 mrena kufive që i mbashim mend, i kemi marrë brenda këtyre. Pra është një se këto janë gjëra serioze me thënë drejtën, se edhe jeta e gjyqtarit është gjënof që ta humbi jetën, sepse ka lënë ja ka dhënë Zoti, s'ke drejt ja morish ti. Po kjo është pjellë e korrupsionit, është pjellë e politikës. Ti jemi realista tash. Edhe dy koka mbajnë përgjegjësinë kryesore. Dhe nuk dëgjoj domethënë as Edi Rama të ngrihet dhe të kërkojë ndërheqjen e ministrit të Brendshëm. Dhe ministri i Drejtësisë moralisht, ministri i Drejtësisë nuk e ka të përgjegjësi ndoshta, por moralisht sepse ja zhraj një gjyqtar në sallën e gjyqit s'ka bë vaki kërkuan asnjëherë. A kupton? S'kemi një gjuna në sallën e gjyqit. Ky person ka zëvendësu Avni Rustemin. Vrasi ka zëvendësu Avni Rustemin. Gjakftohet me mendje të thjellët, ka hyrë brenda. Arsyet e atij domethënë që i ka shkuar atje, gjënof për viktimën që hiku para kohe, po gjënof dhe për këto që u fut më të krizë dhe bori krimin. Janë për të trajtuar të dy palët janë viktimë e politikës. Që të dy palët. Njëri e ka bë politika, e ka mbështet, si ka kërku llogari. As ati as kërkuj gjyqtari. Sa gjyqtar ke me prona në Shqipëri që i kanë marrë në mënyrë palishme. Sa pronon ke në Shqipëri që s'kan pas asgjë. Edhe pronarët e ligjshëm rrinë rrugëve, nuk e kanë marrë kurrë sa rrinë ta marrin. Asnjëherë nuk vinë në pushtet pronarët e ligjshëm. Por ama ligji duhet i garantoj. Çdo forcë politike që vjen në pushtet duhet i garantoj, sepse ja jep ligji drejtën e pronës. E ka pas, jepja. A është e zonë, le kujdo e ku dushër. Ka sa du sipërfaqe këtu, po kapin dhe malet tani, po pushtet dhe malet, në mënyrë pa drejt. Dhe kur vjen puna nuk jepet pronar, zgjidhet çështja e pronarit. Dhe gjyqtarëve do të bëjnë një thirrje. Ore bëj ça dush ti, jep një drejt se më hoqin nga padrejtisht nga puna. Se unë kam po 10 vjet gjyq për çështjen e pronës. Pronat e gruas që të mijet. Dhe kur vjen puna aty janë, i ka marrë gjitha dokumentet i ka mund, ai s'ka si dokument. Ai është i ligjshëm, ose jam i ligjshëm. Edhe sot. Për shkak të gjyqtarëve. Edhe të emëruar nga Sali Berisha, se ka qenë president. Mos fshihet Sali Berisha. Sali Berisha është largu për korrupsion dhe e ka pasu korrupsionin Sali Berisha, ka pasu Edi Rama. Nuk ka pasur ndryshim. Nuk ka pasur drejtësi, s'ka bë kur gjë. Kto s'kan ndërmend të ndryshojnë. Kto vetëm sa bëjnë lora fjalësh me njëri tjetrin dhe rrinë aty ku janë. Asnjë ndryshim nuk ka. Gjyqtarët do të bëjnë kujdes, sidomos ke çështja e pronës një. Është thelbësore. Nëse ka drejt, jepi atij që ka drejt, sepse do ka bësh rand po se dhaje. Po do vi prapë pushtet. Nuk ka marr po doja pësoja këtu. Këtu bëhen fjalë dy burra. Nuk komandohen këto dy forca politike, komandohen nga dy individ. Njëri e ka kap me dhunë po don, se s'është po doja Saliut. Saliu ka një foltore. A kupton se çfarë jemi? Këto nuk kanë zgjidhur çështjen e pronësisë me zvulës. Të zgjidhë çështjen e pronës. Shiko sa bukur Turre Saliu mas vulës, është e imja partia, është e imja vula thot. S'është e Bashës. A kupton sa çfarë bën për pronën apo jaj? Kush e ka vulën? Përlau fleksibël, përlau ato varren, shkallët, të gjitha ju gjithë zyrës hyri e shtypi. Kush e ka hetu Sali Berishën? Asnjë. Ka bë krim në selinë e Partisë Demokratike ai. Ka dhunu zyrën e kryetarit të partisë, institucionin e opozitës. Është institucion në godinë e opozitës, e Partisë Demokratike. Këto kush ta dënoi? Kush merret me ta? I dhanë dhe vulën. Po këto gjyqtar. Çfarë presin? Çfarë drejtësi do presin këto? E kupton se ku janë? Këto janë mishmash të gjithë. Këtu duhet pastrohet ke politik. Duhet hapi krahun të dy, të bien kështu. Kush e pastron politikën? Në një kështu pastrim kimik? Vetëm ndihma e Amerikës, se tjetër kush nuk ndikon. Jo, pra e ka spakun. Se qytetarët shkojnë e votojnë dhe u tjetërsohet vota. Amerika e ka spakun. Po pse i thon spak? Kush i thon spak? Spak. Skap. Kush i thot skap? Ai thot Sali Berisha? Sepse nuk e ka kap Sali Berishën. Mirë ja bon. Jam dakord me këto që thot Sali Berisha. S'kap dot. Nuk është skap. Nuk është spaku, po skapi. Se nuk e kap Sali Berisha. Po të kapi Sali Berisha nuk i thot më skap, po i thot spak. E kupton apo jo?
Ti thua vetëm me termin duhet ta kapi. Termin ka drejtë, thotë, s'mka kap mu, je s'kap. Hiku më vetë, që këtu, lej tjerat. Nevoj që qytetari nga Shkodra sapo bëri deklaratën që tha nëse një gjyqtar i merr vendim të formës prej që nipi të burgosen me burgim të përjetshëm, ai do përfundojë njësoj si Astrid Kalaja. Pra, një person, një individ i thjesht, për një çështje të caktuar, ndodhi ajo që ndodhi, dhe ai deklaratë për media dhe tha që çdo prokuror ose gjyqtar që vendos burgim të përjetshëm për nipin tim, do ta pësoj njësoj si Astrid Kalaja, direkt policia shkoi dhe arrestoi dhe mori si të pandehur. Shumë mirë ka bën. Ndërkohë, të gjitha politikanët që shahen dhe fyen në parlament, si merr njërin në pyetje. Dëgjoj tash. Deklarata sulme që bëjnë mbi gjyqtarët, politikanë nuk i prekush. Sepse nuk e kanë seriozisht. Sepse gjyqtarët janë të politikanëve. Gjysni ka Berisha, gjysni ka Rama. Tallën me gjyqtarët ato, edhe e dinë se nuk janë seriozisht dhe nuk tremben prej këtyre. Gjyqtarët e hanë në popull thjesht. Nuk i bëjnë gjë. Se nëse sulmon gjyqtarët e Ramës Saliu, Rama sulmon Saliut. Ajo do të akuzojnë njëri tjetrin. Veprime konkret nuk kanë. Ky këtu kanë bërë mirë që ja kanë arrestuar sepse ky ka lënë veprim konkret. Nuk duhet, nuk mund të pastrohet, nuk mund të bëhet presion institucioneve nga një individ. S'është individi që pastro korrupsion. Edhe Berisha ka bëri presion institucioneve? Duhet iki, edhe ky që bë presion, edhe qytetari që bë presion gjyqtarëve, duhet iki edhe Berisha, duhet iki edhe Rama. E kanë ndërtuar keq o zotëri. E kanë ndërtuar keq këtë sistem. Sistemin demokratik këto e kanë prish, nuk e kanë ndërtuar. Kanë ndërtuar keq, kanë dështuar, duhet ikin. Kur dështon duhet ikish. Rezultati i tyre është që mos shkojmë më keq puna. Këto duhet largohen. A pritet shkoj puna më keq? Po do të thonë zollumi. Ky është vetëm fillimi apo ishte fundi? Po zollumi për këta nuk e di, ose nuk janë ekspertë që nga ekranet. Pas mund t'japun deklarata të tilla se kush mund të dalë atje i hik truni dhe paloset një nanë bën ata që s'duhet bërë. No, ma gjeno, ta vrasin në sallë. Por këtu ka ra shteti. Ky është shteti. Të vret në sallë, shkoj vret shtetin në sallë dhe shteti kur s'bër veten unë jam mshit fatit. Kjo ishte mbyllje shumë e bukur.